Dugaxhini vendos e pret Prishtinën në duelin e dy skuadrave që deri në fund në 4 javët e fundit e kanë për synim të ikin pozitës së 8. Ramos Shala ka dhënë sinjalin një sfida në klin të paret me topin luajnë vendasit. Gallapeni ka hapësira. Gnapi lëshon topi për para, pasimi mirë Kryeziu goditja mbi port. Shojmë këtu Gnapi, i cili e ktheu topin shumë mirë të Kryeziu, nuk gjeti hapësira për goditje. Shojmë këtë pasim të drejt Leo Kryeziut, ka pozicion jashtëloje, Kryeziu goditja 1-0 Prishtina, pozicion jashtëloje, pasimin e Gnapit, ishte pozicion jashtëloje. Krasniqi, goditja, jashtë! I devijuar ai top. Çfarë fate për Dugaxhinin. Limani, Gnapi, goditja. Ishte në pozicion për të bërë goditja edhe më të mirë se sa kjo. Goditja! E Hugos ishte një bombë gjuajtje. Gnapi në mundësi, Gnapi në momentet e fundit, intervenon Sinani. Arkimi i lartë, Tollovi goditja, intervenon Margono, sa liu ishte. E shojmë Arkimin, Raçi ka qenë ai. Neziri, shojmë tu, nuk largot ai top, mundësia, kjo goditje, iniciativa e Prishtinës në fund. Alban Shilova në zonë, Shilova nuk ka hapësira, Shilova vazhdon të mbaj topin goditja, Margono rasti tjetër e Lezi, Margono fenomenal, Shilova me këtë gjuajtje, intervenon Margono edhe ndaj e Lezit. Mbetët 0-0, Prishtina 44 të etiket pas 33 ndeshjeve.